Ai pagoi 200 yuan për një prostitut, por kur gruaja pa që ai ishte thjesht një fëmijë, ajo hezitoi. Vetëm pasi ai shtoi edhe 200 tjera, ajo më në fund pranoi. 2 orë, kaq don trai. Djali, i quajtur Bobo, e quaj atë në shtëpi. Pikërisht kur Snow po bëhej gati të zhvisej, ai dha një xhaketë të kuqe dhe i kërkoi ta vishte. Snow mendoi se ishte e shëmtuar dhe refuzoi, por Bobo e paralajmëroi. Pa xhaketë nuk ka pagesë. Pa ngurrim, ajo u dosule. Ajo kishte në fund pala. Kërkesa e Bobos ishte thjesht. E tëra çfarë ai kërkoi ishte që ajo të bënte sikur ishte nëna e tij, vetëm për një takim shkollor. Në shkollë, Bobo ja mbante dorën fort, duke buzëqeshur në njëri vesh në tjetrin. Ai gjithmonë kishte qenë fëmia me të cilin të gjithë qeshnin. Ai pa nënën. Po jo sot ai kishte dikën e ka. Snow ulë karrige lëkimere. Në atë moment ajo kuptoi papritur se burri që ishte ulur pranë saj ishte i njëjti klient nga nata e kaluar. Burri i shikoi shpejt anash, duke u përpjekur të fshehtë tyre. Bobo ishte një nxënës i shkëlqyer. Ai kishte marrë 95 në provim. Mes takimit, telefoni sum pra. Një klient po telefononte. Ajo ngrit me insitim, duke u përpjekur të largojë, por Bobo i zuri rrugën. Ka mbetur edhe 15 minuta, thaj. Snow nuk donte të humbiste një klient të madh, kështu që ofroi t'i rimbursonte 50 yuan. Po Bobo iku me vrapi tërbuar. Atëherë erdhi mësuesi i tij. Ajo kërkoi butësir Snows të qëndronte, vetëm derisa të mbaronte takimin. Mësuesit e dinin prej kohës se nëna e Bobos kishte vdekur, dhe se Snow nuk ishte në të vërtetë nëna e tij. Disa studentë aty pranë po shpëritën. Kjo nuk është nëna e tij vërtet apo jo? Po, dëgjoi dhe shkërqem. Ai ra me grush fëmijëses kja. Mësuesit u futën me nxitim pasi ndarë. Drejtori kërkoi që Bobo të fërkaute falin. Snow e shikoi me inat babain e djalit, të njëjtin burr nga nata e kaluar. Ai uli kokën nga frika se mos ajo e zbulonte, ndaj nuk tha asgjë.